Thumame ibn Uthali ishte ai I cili u vuri blokadë ekonomike kurejshitëve. I bllokoi ekonomikisht kurejshitët. Në vitin e 6 të Hijretit, pejgamberi alayhi salam vendosi të zgjerojë kufijtë e thirrjes së tij në rrugën e Allahut. Për këtë qëllim, ai shkroi 8 mesazhe mbretërve arab dhe atyre jo arab, ku I fton në fenë islame. Në mesin e tyre ishte edhe Thumame ibn Uthal el-Hanefi. Nuk është për t'u habitur, sepse Thumame ishte njëri prej mbretërve arab më me famë në kohën e ignorancës, si dhe njeriu më me autoritet në fisin Beni Hanife dhe njëri prej mbretërve të Jemames që nuk kishte konkurrencë. Thumame e pranoi mesazhin e pejgamberit alayhi salam me përbuzje dhe nënçmim. Fuqia dhe mendjemadhësia e tij bën që ai të mbyll veshët e të mos dëgjoj fare thirrjen e së vërtetës dhe të mirësisë. Atë e nxiti shejtani I tij për ta mbytur të dërguarin e Allahut e së bashku me të ta varroste edhe thirrjen e tij. Ai priti rastin e volitshëm për ta likuiduar pejgamberin alayhi salam dhe ndoshta do të ndodhte krimi, sikur njëri prej xhaxhallarëve të Thumames të mos e bindte atë të hiqte dorë nga qëllimi I tij në momentin e fundit, dhe kështu e shpëtoi Allahu të dërguarin nga sherri I tij. Nëse pejgamberi alayhi salam I kishte shpëtuar torturave të Thumames, shumica e sahabëve të pejgamberit alayhi salam nuk I kishin shpëtuar torturave dhe keqtrajtimeve të tij. Ai priste rastin të shtinte në dorë ata e pastaj t'i vriste në mënyrat më mizore. Kjo bëri që pejgamberi alayhi salam ta lejoi vrasjen e tij dhe këtë e shpalli para sahabëve të vet. Nuk ishte kaluar një kohë e gjatë prej atyre ngjarjeve ku një ditë prej ditësh Thumame ibn Uthali vendosi të kryej umren. Ai u nis prej Jemames në drejtim të Mekës. Dëshironte të bënte tavafin rreth Qabes, si dhe të prente kurban për idhujt që gjendeshin në Qabe. Në kohën kur Thumame arriti në afërsitë Medinës, I ndodhi diçka që ai nuk e kishte paramenduar. Njëra prej çetave të pejgamberit alayhi salam, të cilat patrullonin rreth Medinës, nga frika e ndonjë sulmi eventual të ndonjë armiku, e kishte zënë rob Thumamen. Duke mos e njohur, e kishin sjellë në Medinë dhe e kishin lidhur para xhamisë, duke e pritur pejgamberin alayhi salam të jap urdhrin e tij rreth fatit të zënit të rob. Kur Muhamedi alayhi salam doli në xhami, para se të hyjnë atë, e pa Thumamen të lidhur dhe ju drejtua sahabëve të vet. A e dini se ka keni zënë në rob? Ata u përgjigjen, jo I dërguari I Allahut. Pejgamberi alayhi salam ju përgjigj, ky është Thumame ibn Uthal el-Hanefi, prandaj silluni mirë ndaj tij. Pas kësaj bisede pejgamberi alayhi salam shkoi në shtëpinë e vet dhe I urdhëroi familjes së vet, "Tu bëni çka të keni prej ushqimit dhe dërgojani Thumame ibn Uthalit." Pastaj urdhëroi që deveja e tij të milet në mëngjes dhe në mbrëmje, e qumshti I saj të dërgohet Thumames. Të gjitha këto u bën para se pejgamberi alayhi salam të takohet me të apo të flas atij. Pas një kohë pejgamberi alayhi salam shkoi ke Thumamja. Dëshironte ta tërhiqte atë në fenë islame dhe I tha, "Ç'kemi të re te ti, o Thumame?" Ai u përgjigj, "Tek unë ka të mirë, o Muhammed. Nëse më vret, do të vrasësh një njeri që është në gjak me ty, e nëse më fal, do të falenderoj për këtë zemër djersi. Po nëse dëshiron pasuri, ti vetëm urdhëro dhe kërko, e unë do të jap sa të duash." Pejgamberi alayhi salam e la në këtë gjendje 2 ditë. Ndërkohë, rregullisht I dërgohej ushqimi, uji, si dhe I sillnin qumësht dhe veje. Pas 2 ditëve, pejgamberi alayhi salam shkoi tek ai përsëri dhe e pyeti, "Ç'kemi të re te ti, o Thumame?" Ai u përgjigj, "Nuk ka tek unë asgjë të re përveç asaj që të thash më parë. Nëse më fal gjakun, do ta di për nder. Nëse më vret, do të vrasësh një njeri që është në gjak me ty. Po nëse dëshiron pasuri, ti vetëm urdhëro e kërko, e unë do të jap sa të duash." Pejgamberi alayhi salam e la në këtë gjendje dhe të nesërmen shkoi tek ai dhe e pyeti, "Ç'kemi të re te ti, o Thumame?" Ai u përgjigj, "Tek unë nuk ka asgjë të re, përveç asaj që të thash më parë. Nëse më fal gjakun, do ta di për nder. Nëse më vret, do ta vrasësh një njeri që është në gjak me ty. Po nëse dëshiron pasuri, ti vetëm urdhëro e kërko, e unë do të jap sa të duash." Në atë moment pejgamberi alayhi salam u kthye ka sahabët e tij dhe urdhëroi, "Lirojeni Thumamen." Sahabët menjëherë ja zgjidhën duart dhe e liruan. Për një çast, Thumameja
u largua prej xhamisë së pejgamberit alayhis salam dhe arriti te disa hurma në periferitë të Medinës, afër vendit të quajtur Bekia, ku kishte ujë. Aty u ndal, i dha ujë deves, u pastrua mirë dhe përsëri u kthye në xhami. Po sa arriti pranë xhamisë, u ndal para një grupi muslimanësh dhe tha: "Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij." Pastaj u nis në drejtim të pejgamberit alayhis salam dhe tha: "O Muhammed, betohem në Allahun se nuk ka pasur në sipërfaqe të tokës fytyrë më të urryer se fytyra jote, ndërsa sot fytyra jote është bërë fytyra më e dashur tek unë. Betohem në Allahun se nuk ka pasur fe që e kam urryer më shumë se fen tënde, por sot ajo është feja më e dashur për mua. Po ashtu, të betohem në Allahun se nuk ka pasur vend më të urryer për mua se vendi yt, por ai sot është vendi më i dashur për mua." Pastaj vazhdoi të tha: "Në të kaluarën kam vrarë disa nga sahabët e tu. Cili është obligimi im ndaj tyre?" Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj: "Nuk ka qortim për këtë, o Thumame. Feja islame e shlyen atë që ka ndodhur më parë." Pejgamberi alayhis salam pastaj e përgëzoi me mirësitë me të cilat e bekoi Allahu xhaleshanuhu me përqafimin e fesë islame. Shenjat e gëzimit ishin të dukshme në fytyrën e Thumames, i cili tha: "Betohem në Allahun se do t'jemi ashpër ndaj pabesimtarëve 100 herë më shumë se sa isha ndaj sahabëve të tu. Unë, shpata ime, si dhe të gjithë ata që janë me mua, do të jemi në anën tënde dhe të fesë tënde. U i dërguari i Allahut, kalorësit e tu më morën kur unë isha në rrugë për në Qabe për ta bërë umren. Çka më këshillon si të veproj?" Pejgamberi alayhis salam i tha: "Vazhdo rrugën tënde. Shko e kryeje umren tënde, sipas ligjit të Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe e mësoj se si të veproj." Thumame ja u nis drejt qëllimit të tij. Por sa arriti në qendër të Mekës, u ndal dhe zëri i tij jahoi lart: "Të përgjigjem ty, o Zoti im, të përgjigjem ty që nuk ke shok tjetër, të përgjigjem. Vërtet, falënderimi, begatia dhe pushteti të takon vetëm ty. Ti nuk ke shok tjetër." Ishte muslimani i parë që hyri në Mekë duke madhëruar Allahun xhaleshanuhu. Kureshitët posa e dëgjuan zërin e madhërimit të Allahut, u ngritën të hidhëruar e të tmerruar. I nxorën shpatat prej këllëfëve dhe u nisën në drejtim të zërit për ta shkatëruar atë që donte t'u arrëmbente pushtetin. Thumameja, posa e pa popullin duke u nisur në drejtim të tij, e ngriti zërin për ta madhëruar Allahun xhaleshanuhu dhe i shikonte ata me krenari. Në momentin kur një i ri Kureshi tentoi ta sulmojë me shigjet Thumamen, të tjerët e penguan dhe i thanë: "Vaj për ty, a e di se kush është ky? Ky është Thumame ibn Uthali, mbreti i Yemames. Betohem në Allahun se nëse ati ndodh në një e keqe, populli i tij do të na ndërprej dërgimin e ushqimit dhe ne do të vdesim nga uria." Pastaj njerëzit ju afruan Thumames, pasi kishin kthyer shpatat e tyre në këllëf dhe i thanë: "Çfarë ka ndodhur me ty, o Thumame? Ai e bërë fëmijë që e ke braktisur fen tënde dhe të parëve të tu?" Ai ju përgjigj: "Unë nuk jam bërë fëmijë, por zgjodha fen më të mirë, zgjodha fen e Muhammedit." Pastaj vazhdoi: "Betohem në Zotin e Qabes se, pas kthimit tim në Yemame, nuk do t'ju arrijë asnjë kokër gruri, apo të mira të tjera të grurit, derisa të mos i besoj fesë Muhammedit alayhis salam edhe njeriu i fundit prej jush." Kështu pra Thumamja e bëri umren para syve të kureshitëve, ashtu sikurse e kishte urdhëruar pejgamberi alayhis salam. Ai preu kurban për hir të Allahut e jo për idhuj, ashtu siç vepronin pabesimtarët. Pasi e kreu umren, u kthye në vendin e vet dhe i urdhëroi popullit të tij që të mos u dërgojë kureshitëve asnjë të mirë dhe ashtu vepruan. Blokada, të cilën Thumameja u kishte imponuar kureshitëve, dita ditës sa vinte bëhej më e rëndë. U ngritën çmimet, u përhapuria në mesin e njerëzve, derisa nisën të friksohen për vetveten dhe fëmijët e tyre se do të vdesin nga uria. Më në fund, nuk u mbet tjetër shteg dalje, përveç se t'i shkruajnë një letër pejgamberit alayhis salam në të cilën i thanë: "Në marrëveshjen tonë me ty, i e zotuar, se nuk do t'i shkputësh marrëdhëniet familjare dhe se do të këmbgulësh që të mbahen, mirë po i ke ndërprer lidhjet me ne. Baballarët tanë i vrave me shpatë dhe bëre që fëmijët tanë sot të vdesin nga uria. Të bëj me dije se Thumame ibn Uthali na e ka ndërprer furnizimin me ushqim,
gjë që na ka dëmtuar shumë. Nëse shet arsyeshme t'i shkruash atij të na dërgoj gjithçka që na nevojitet prej gjërave ushqimore, do të na shpëtosh. Pejgamberi alayhi salam i shkroi Thumames që t'ua heq bllokadën dhe t'u dërgoj atyre gjërat ushqimore, gjë të cilën e bëri menjëherë. Thumame ibn Uthali i mbeti besnik të rjetën fesë islame dhe e ruajti premtimin që i kishte dhënë pejgamberit alayhi salam. Pas vdekjes së pejgamberit alayhi salam, kur arabët nisën të braktisin fenë e Allahut grupe edhe në mënyrë individuale, e në fisin Beni Hanife u paraqit Musejlemetul Kedhabi, i cili e thiri popullin e vet që ta besojë atë si pejgamber. Thumameja ju kundërvu haptazi dhe i tha popullit të vet: O Beni Hanife, kini kujdes dhe ruajuni nga kjo errësirë në të cilën nuk ka dritë. Betohem në Allahun, se kjo është fatkeqësi të cilën e shkroi Allahu për atë që shkon pas tij dhe sprovim për atë që nuk shkon pas tij. Pastaj vazhdoi: O Beni Hanife, duhet ta dini se nuk bashkohen dy pejgamber në të njëjtën kohë. Ashtu duhet ta dini se Muhamedi është i dërguari i Allahut, pas të cilit nuk ka pejgamber. Pastaj u lexoi 3 ajetet e para të surës El Mumin. Hamim. Shpallja e librit është nga Allahu i plot fuqishëm dhe i gjithëdijshëm, i cili fal mëkatet dhe pranon pendimin, por edhe i cili dënon rënd dhe posedon mirësi. Nuk ka zot tjetër përveç atij. Tek ai është kthimi çdo sendi. Pas kësaj tha: ku mund të krahësohen fjalët e Allahut me fjalët e Musejlemes? O i bretkoc, krokaca të duash, as mund të pengosh pijen, e as mund të turbullosh ujin. Pastaj, ju bashkangjitën ata që kishin mbetur në fenë islame prej popullit të tij dhe vazhdoi t'i luftoi të rretharët e fesë. Luftoi në rrugën e Allahut dhe për ta lartësuar fjalën e Allahut në këtë tokë. Allahu e shpërbleft Thumame ibn Uthalin me të mira për kontributin që dha për fenë islame dhe për muslimanët. Allahu xhaleshanahu e nderoft atë me xhenetin që ua premtoi të devotshmëve.